Pas vapës përvoluese vendi përfshihet nga stuhi ere dhe shiu. Më problematike situata u paraqit në Bregdetin e Jugut, ku stuhia solli edhe dëme në biznese, shembje të pemëve dhe mungesë të energjisë elektrike. Në Himar, një elektricist humbi jetën pasi ra nga shtylla në përpjekje për të rikthyer energjinë elektrike. Edhe në Kosovë, Maqedoni të Veriut dhe Bosnjë-Hercegovinë, stuhitë e erës shkaktuan dëme të mëdha me rrëzimin e pemëve apo dëmtimin e çative. 20 persona kanë marrë lëndime në Maqedoninë e Veriut. Në Bosnjë-Hercegovinë, rreshet e shiut u zëvendësuan nga breshëri, situatë e pazakontë në mes të verës. Paketa e maleve do të jetë një sukses, thot kryeministri Rama, dhe do të sjellë mirëqenie për njerëzit. Qëndrimin e bëri nga thethi, ku theksoi se ligji i shërben banorëve të zonës dhe jo investitorëve të tjerë. Nga zona turistike, ku vitin e shkuar u zhvilluan debate për shembjen e ndërtimeve të paligjshme, ai theksoi se ka dhënë mbështetje për rikonstruksionin e banesave të vjetra dhe jo për objekte që e dëmtojnë natyrën. Inteligjenca izraelite vlerëson se Irani ka transferuar mira centrifuga të pasurimit të uraniumit në tunele të thella brenda një mali. Ju përshëndes dhe mirë se erdhët na dy sot. Do t'jemi bashkë në këtë hapësirë informative. Unë jam Gjoneta Progni. Stuhi ere të forta dhe rreshe intensive shiu kanë përfshirë mbrëmjen e djeshme disa zona të vendit. Situata e problematike u paraqit veçanërisht në Bregdetin e Jugut, ku stuhia solli edhe lëndime në njerëz, dëme në biznese, shembje të pemëve dhe mungesë energjisë elektrike. Për më shumë detaje do të lidhemi drejt për drejt me reporterin ton Edi Ruçi. Edi, të përshëndes, një natë as pak e qeta jo e mbrëmshmja. Dua të ndalem fillimisht tek pasoja, tek kësaj stuhie në Vlorë dhe më pas do të shkojmë edhe në Sarand. Loneta, jo përshëndes. Unë ndodhem në qytetin bregdetar të Vlorës, që mëngjesin e sotën më ndodhet në një realitet krejt të kundërt nga ai që ishte mbrëmjen e një dite më parë. Rreth orës 21:30 minuta të mbrëmjes së kaluar në qytetin bregdetar të Vlorës, në rang Rethi dhe Qarku, filloi një stuhi ere e cila ka zgjatur për rreth 20 apo 30 minuta deri afër orës 22, por kanë mjaftuar kaq pak minuta që të lëj pas një sër dëmesh, një personi i cili ka humbur jetën, por edhe disa persona të tjerë të plagosur në rang Qarku. Për mos të folur për dëmet materiale të cilat janë shkaktuar në qytetin bregdetar të Vlorës, të Himarës, por edhe Sarandës. Rreth orës 21:30 minuta në Vlorë ka nisur stuhia e erës, e cila ka marrë përpara orendi apo pajisje të bareve dhe restoranteve, të njësive hoteliere, të shtëpive të qytetit të bregdetar, duke i nxjerrë në pjesën e rrugës dhe duke rrezikuar edhe qytetarët. Karige, vazo me lule, tënda, çadra të ndryshme, pjesë të vetratave të xhamit, të bizneseve apo edhe të streve të jashtme në hapësirën publike janë shembur për tokë dhe kanë shkuar në pjesën e trotuarit, duke bërë që disa prej qytetarëve të pësojnë edhe dëmtime të lehta. Fatmirësisht nuk kemi dëmtime të rënda që mund t'i rrezikonin edhe jetën. Ka pasur në disa segmente rrugore pemë të thyera, kryesisht ato pemë të llojit të pish në lungomare ku ndodhen momentalisht, por gjithashtu edhe në pjesën e pyllit të sodës. Është bërë e mundur fillimisht gjatë orareve kur stuhia ka përfunduar që të kemi lirimin edhe hapjen e segmenteve rrugore, që të kemi dhe të bëjmë mundur aksesin e tyre të lehtë, pra që të qarkuohet në to me makinë, dhe më pas ka pasur një punë duke nisur prej mëngjesit për normalizimin e situatës. Siç edhe ju e thatë në fillim të këtij edicioni informativ, një elektricist 55 vjeç fatkeqësisht ka humbur jetën në Imar. Pas përfundimit të stuhisë, ai ishte ngjitur në shtyllat e tensionit të mesëm për të bërë të mundur lidhjen e disa kabujve elektrik, të cilët ishin këputur si rrjedhoj e erës së fortë. Por në momentin kur po lidhte kabujt, atëherë ka pasur një
shkarkesë elektrike, duke i shkaktuar fillimisht djegje në pjesën e trupit dhe në pas rrëzim nga shtylla ku ka humbur jetën. Pavarësisht se kanë bërritur edhe urgjenca, por edhe ekipe të cilat kanë qenë në teren për të ndihmuar për të dalë jashtë rrezikut të përjetën apo për të dhënë ndihmën e dur mjekësore elektricisti i cili punonte sezonal dhe ishte i OSHE në Imar për riparimin e defekteve të ndryshme. Banuesë në Elbasan nuk kanë mundur që t'i japin ndihmën e parë duke pasi plagët e mara i kanë shkaktuar edhe vdekjen vetëm pak minuta pas edhe rrëzimit nga shtylla e tensionit të mesëm. Gjithashtu raportohen edhe disa të lënduar në rang qarku, kryesisht nga thyerja e xhamave dhe të cilët kanë marrë plagë apo çarje në pjesën e trupit dhe fytyrës, dëmtime këto të kategorizuara të lehta dhe që nuk rrezikojnë jetën e këtyre të fundit. Ndalemi pak edhe në qytetin e Sarandës. Si është situata sot dhe çfarë dëmesh pati nga stuhia mbrëmjen e djeshme? Pati mungesë energjisë elektrike, ndikim të turizmit? Saranda ka përjetuar një mbrëmje edhe më të frikshme se Vlora, një erë apokaliptike e cila ka bërë që të kemi dëmtimin e 10 bizneseve në qytetin bregdetar të Sarandës. Për mos të folur për largimin apo frikën e madhe që kanë lënë tek qytetarët ato stuhi të mëdha ere të cilat kanë prekur qytetin, ku banorët kanë qenë të friksuar kur përgjatë gjithë kohës që kanë qëndruar apo kanë qenë në Bregdet, pasi stuhia sigurisht që ka kapur edhe të pa përgatitur, kanë parë se si të fluturojnë në shëtitorin e Sarandës, në zona apo sheshet të kryesore, pjesë nga njësit e bizneseve. Kanë parë se si të rrëzojnë dhe të shemben vetratat, se si të shemben strehat e jashtme të bizneseve, por edhe rreziku që vjen nga banesat, pasi një pjesë e tyre sigurisht kanë patur edhe orendi të ndryshme në pjesën e balkoneve. Kemi pasur disa mjete të dëmtuara, pasi në Sarandë dëmet materiale janë më të konsiderueshme, ka patur 10 pemë të cilat janë rrëzuar dhe shumë prej tyre janë rrëzuar mbi automjete të cilat kanë lënë pas edhe dëmtime. Kemi pasur edhe shtyllat të tensionit të ulët dhe atij të mesëm që janë rrëzuar në disa prej zonave të banuara të Sarandës, duke lënë më pas edhe dëme këto të fundit në automjete dhe në njësi biznesi. Gjithashtu raportohet që 3 persona janë paraqitur në spitalin e Sarandës për të marrë ndihmë mjekësore pasi plagët e thella, të cilat janë shkaktuar nga xhamat e thyer që kanë fluturuar nga vetratat e xhamit të njësive të biznesit, kanë lënë tek ta të fundit të dëmtim. Situata mëngjesin e sotëm edhe në Sarandë është e njëjtë ashtu si edhe në Vlorë, ku ka dalë dielli dhe gjitha le të themi autoritetet aty në Sarandë po bëjnë maksimumin për ta kthyer situatën në normalitet. Pjesa e vështirë e dy qyteteve bregdetare, por edhe Imarës, është ajo situatë e cila sigurisht mbetet të pas stuhisë, pasi është e vështirë për pastrimin e territorit të Bregdetit, të segmenteve rrugore, nga drurët e pemëve të rrëzuara, nga mbeturinat të cilat stuhia ka lënë pas, por gjithashtu edhe nga një sër pjesësh të thyera të njësive të biznesit, si në Vlorë, Sarandë dhe Imar, bashkitë e qarkut të Vlorës kanë dalë në gatishmëri, po ashtu edhe ndërmarrjet e bashkive, cilat këto orë po punojnë le të themi me kapacitet të plotë për të pastruar segmentet rrugore, edhe punojësit e tyre janë në numër le të themi më të lartë mundshëm për shkak të gjendjes së alertit dhe gjendjes së gatishmërive për t'i rikthyer këto territore në normalitet dhe për t'i rikthyer gati për të pritur pushuesit, pasi siç mund ta shihni në Vlorë, Imar, por edhe Sarandë që situata njësoj, ka dalë dielli dhe gjithë qytetarët e Vlorës dhe bashkive të jugut janë bërë tashmë gati për plazh, duke haruar edhe ato efektet frikshme le të themi për pak minuta që stuhia la pas. Faleminderit Edi për detajet që për të sot dhe shpresojmë mos kemi përsëritje të episodeve të mëngjesshme gjatë ditëve në dinë. Jo vetëm Vlora dhe Saranda, por edhe qytete të tjera janë përfshirë nga stuhit e erës dhe rreshjet e shiut pas vapës përvoluese. Në qarkun e Kukësit, era e fortë ka shkaktuar mungesë energjisë elektrike. Problematikat më të mëdha janë shënuar në bashkinë Has. Sipas OSHE-s Kukës në fshatin Nikoliq dhe njësinë administrative Fajza,
nuk ka energji elektrike për shkak të rrëzimit të shtyllave të tensionit të mesëm të transmetimit të energjisë. Në fshatin Nikoliç, nga erat e forta është rrëzuar një listë duke dëmtuar linjat e transmetimit të mesëm të energjisë. Stuhia e fuqishme ka prekur të gjithë Ballkanin. 20 të lënduar dhe dëme të shumta materiale janë raportuar në Maqedoninë e Veriut. Moti i keq preku Kosovën duke shkulur çati dhe bllokuar rrugë. Në Bosnjë dhe Hercegovinë pati breshër, ndërsa Rufeja vrau 30 kafsh. Një stuhi e fuqishme e ktheu verën për pak orë në dimër në rajonin e Ballkanit. Maqedonia e Veriut raportohet që tjetë vendi më i prekur, me mediat që raportojnë për 20 persona të lënduar, me një pjesë prej tyre me dëmtime në kokë dhe fraktura. Stuhia e shoqëruar nga erëra të forta rrëzoi një numër të madh pemësh, struktura çatish nga ndërtesa dhe shtëpi, si dhe dëmtoi kablo elektrike dhe automjete. Autoritetet e Maqedonisë së Veriut konfirmuan se mbi 8.000 qytetar kanë raportuar dëmtime apo kanë kërkuar ndihmë në numrin e emergjencës. Moti i keq ka shkaktuar probleme të konsiderueshme edhe në Kosovë. Suareka dhe Lipjani kanë raportuar situatë shqetësuese, pasi janë shkaktuar dëme në sektorin e bujqësisë, infrastrukturën publike dhe rrjetin energjetik. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka lëshuar paralajmërim të nivelit portokalli për të gjithë territorin e Kosovës, duke njoftuar se gjatë së mërkurës priten stuhi të fuqishme të shoqëruara me vetëtima, rreshje intensive shiu, breshër dhe erëra të forta me karakter stuhish. Moti i keq gjunjëzoi dhe disa pjesë të Bosnjë dhe Hercegovinës. Rufeja vrau të paktën 30 dele në Bosnjë. Në Kroaci, një goditje rufeje shkaktoi një zjarr në një pyll me pisha në zonën e Makarskës. Fal ndërhyrjes së shpejtë të zjarrfikësve, zjarri u shua shpejt dhe u parandalua përhapja e tij. Kryeministri Edi Rama deklaroi edhe një herë se nuk do të heqë dorë nga paketa e maleve. Qëndrimin e bëri nga Thethi, ku theksoi se ligji i shërben banorëve të zonës dhe jo investitorëve të tjerë. Nga zona turistike, ku vitin e shkuar u zhvilluan debate dhe u shembën ndërtimet e paligjshme, ai theksoi se ka dhënë mbështetje për rikonstruksionin e banesave të vjetra dhe jo për objekte që dëmtojnë natyrën. Protestuesit dhe opozita i kanë kërkuar anulimin e paketës së maleve me argumentin se me këtë projekt qeveria synon të ndihmojë investitorët të mëdhenj dhe jo banorët e zonës. Për të dhënë përgjigje këtyre akuzave, kryeministri udhëtoi drejt Thethit, në një pronë shtet për të cilën një qytetar ka aplikuar për të përfituar nga paketa e maleve. Mariani dhe dy vëllezërit e tij janë pronar të këtij territori me zakon. Por kjo pronë sot është shtet. Historia me fantazma, me alien që do vinë në përmale të marrin tokat e njerëzve që i kanë trashëguar, është historia e njerëzve krejt të painformuar ose thellësisht shpirtëzi. Duke marrë shembull këtë projekt, kryeministri tregoi edhe një herë se si do të shkojë procesi deri në marrjen e pronësisë. Në momentin kur Mariani dhe vëllezërit do të marrin lejen, do të marrin dhe pronën me 1 euro në perimetrin e përcaktuar. Dhe në momentin kur ndërtimi do të mbarojë, ata do të marrin hipotekën dhe prona do të bëhet detyrja. Kryeministri Rama thotë se është keq kuptuar jo vetëm për paketën e maleve, por edhe kur ju tha banorëve të Thethit gjatë fushatës elektorale se do të legalizojë objektet që nuk kishin një dokument pronësie. Ajo që un kam thënë, do legalizohen ata që ekzistojnë. Mbas vizitës time shpërtheu ndërtimtaria e paligjshme këtu. U arrit të goditej zemra e Thethit. Kartolina botrore e Thethit. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, njëkohësisht edhe drejtues politik i Partisë Socialiste në Shkodër, u tregoi projekte të reja që do të furnizojnë zonën me energji. Mrena 2-3 muaj me fillojmë ndërtimin e linjës Bok-Theth, dhe do përpiqemi që ta marrojmë mrena vitit, le themi para sezonit të vitit 2027. Ndërsa po hym në një vit zgjedhor, politika nisi premtimet dhe për projekte të radhës. Brenda 2 javësh, sipas shefit të qeverisë, nis puna për rrugën e Dukagjinit.
Pavarësisht refuzimit të Edi Ramës për të larguar nga qeveria, protestuesit vijojnë të kërkojnë ndërheqjen e tij te kryeministria. Në ditën e 52, qytetarët u bashkuan në shesh duke kërkuar përgjegjësi institucionale dhe ndryshimin e kësaj klase politike. Gjatë kësaj proteste, nuk u la pak një koment edhe deklarata e kryeministrit Edi Rama për paketën e maleve, ndërsa kreu i qeverisë përsëriti përpara banorëve të Thetit se ky ligj rigjallëron ekonominë rurale dhe turizmin malor. Për protestuesit me anë të këtij ligji, kryeministri Rama po shet Shqipërinë. Pas fjalimeve para kryeministrisë, qytetarët marshuan në rrugët e Tiranës me thirrjet "Shqipëria kërkon revolucion. Ju erdhi fundi. Parlament analfabet, arrestoni Ramën." Ndërkohë, protestuesit kanë paralajmëruar protestë në datën 23 korrik përpara parlamentit në seancën e fundit plenare. Ashtu si në ditët e mëparshme, organizatorët kanë bërë thirrje për pjesëmarrje masive. Banorët e Prenjasit kanë zhvilluar këtë të martë një protestë kundër reformës së re territoriale e cila parashikon një bashkim të mundshëm të kësaj bashkie me Librazhdin. Qytetarët e mbledhur në sheshin kryesor të qytetit kanë shprehur kundërshtimin e tyre ndaj këtij propozimi. Ata kanë firmosur edhe një peticion, si dhe kanë paralajmëruar se protestat do të vijojnë. Banorët e Bashkisë së Prenjasit kanë protestuar mbrëmjen e sotme për të kundërshtuar atë se çfarë parashikohet përmes reformës së re administrative territoriale për shkrirjen e Bashkisë së Prenjasit me atë të Librazhdit. Me qindra banor kanë dalë në qendër qytetit për të dërguar një mesazh grupit parlamentar të Partisë Socialiste, por dhe qeverisë shqiptare se janë kundër këtij bashkimi, duke thënë një herazi, larg duart nga Prenjasi. Bashkia e Prenjasit nga performanca vjen e 28 në Republikë. Bashkia e Prenjasit ka territorin dhe popullsinë e 32 në Republikë. Dhe në ana tjetër, territori i Bashkisë së Prenjasit ka një historiografi të mrekullueshme, që ne duhet ta transmetojmë më tej. Në ana tjetër, ne si qytet nuk mund të katandisemi që sa herë na do qeveria për vota të jemi burim, dhe kur vjen puna për fonde të jemi non grada. Jo, ne të përpiqemi të ruajmë bashkinë tonë. Pra parë shqitur me dojë për pleshje, ku shkoj pleshje. Që interesojnë plesh ku të bëjnë pleshje. Në vapë, në dimër, në djellë, në hije, në shimë të tjera. Pra nda nuk jemi dakord. Çfarë thot shteti, socialist, komunist, apo socialistat duhet të bëjnë. Ne nuk jemi dakord me propagandat atyre. Ne nuk jemi dakord me këtë. Librazhi nuk ka ekonomi më të madhe sa Prenjasi si bashki. Të rritë të gjithë bashkë, nuk ka asnjë lloj arsye kjo, nuk është politikë, është thjesht të mbaj Prenjasi këtu. Bashkia ka vendin e vet, njerëzit e vet, të ardhurat e veta dhe investimet ka mundësi të menaxhojë çdo ditë më mirë. Aldo Merkoçi, ekspert i reformës territoriale i Partisë Socialiste, shpjegoi në Off the Record në A2 CNN lidhur me propozimin për krijimin e rajoneve si një hallkë e dytë e pushtetit vendor. Kur u pyet se kush do i zgjedh drejtuesit e rajoneve, Merkoçi u përgjigj: "Ne kemi bërë propozimet tona, por do i zgjedhin deputetët dhe parlamenti shqiptar." Të mund të rinë në të njëjtin kilometrazh me pjesën tjetër të territorit dhe të gjithë bashkë të kemi një kohezion social. Tani e tjetra që ta kuptojmë edhe një gjë ta kuptojmë edhe një gjë tjetër. Tani është vërtetuar me shkencë dhe me statistikë, me këto që janë kështu, që në niveli i lëvizjeve demografike fillon dhe ka një net pozitiv mbrapsht kur vendi, dhe kjo është vërtetuar në Poloni, në Kroaci, në Irland, kur vendi arrin 70% të mesatares së vendeve të BE-s. Drejtues të rajoneve kush i zgjedh? Ne këtë 70% do arrim dot vetëm mbasi të kemi akses ke fondet e kohezionit. Të lutem, drejtuesit e rajonit kush i zgjedh? Drejtuesit e rajoneve do e zgjedhin, do e shikojnë, ne kemi bërë propozimet tona, po do e zgjedhin deputetët dhe parlamenti shqiptar, nuk e zgjedhim ne atë gjë. Pra i zgjedh mazhoranca i bie. Si do jetë formula? Atë nuk e di unë, atë pyesni deputetët. Andrea
Nisur nga disa deklarata të eurodeputetit çek Tomasz Zdechovski, Sali Berisha deklaroi se do të rikthejnë kërkesën për hetimin parlamentar të udhëtimeve të Edi Ramës. Sipas Berishës, ka të dhëna që faktojnë transportin e parave me charter dhe për këtë kërkoi hetim edhe nga agjencitë e zbatimit të ligjit të Bashkimit Evropian. 140 fluturimet e Edi Ramës në 2 vite. Partia Demokratike do të rikthejë në kuvend kërkesën për hetim parlamentar të udhëtimeve të kryeministrit. Sali Berisha akuzon Edi Ramën për lëvizje të shumave të parave përmes fluturimeve jashtë vendit. Edi Rama e ka refuzuar në mënyrë kategorike komisionin. Ka të dhëna që faktojnë se valixhet diplomatike të qeverisë shqiptare me Ismail dhe pa Ismail janë numerikisht më të shumta se të gjitha valixhet diplomatike të Europës, që provojnë transportin e parave. Si shtysë e re për demokratët është bërë një interviste e deputetit të Parlamentit Evropian Tomasz Zdechovski, ku sipas pohimit të Berishës ka deklaruar se përmes parimit të gjurmimit të paras, po verifikojnë nëse Edi Rama ka transportuar para jashtë vendit përmes familjarëve të tij. Por deklarata bombë e europarlamentarit çek është një kontribut madhor, mbasi Partia Demokratike do rikthejë përsëri kërkesën për krijimin e komisionit hetimor parlamentar. Nuk mundet me heshtjen tënde të kapërcesh të akt akuzë të rëndë. Berisha bëri thirrje edhe për hetim nga agjencitë europiane të zbatimit të ligjit. I bëj thirrje prokurorit publik të Bashkimit Evropian të ndërmarrë me një hetime. I bëj thirrje Interpolit dhe Europolit, Eurojust, të angazhohen në hetimet më serioze. Kreu i Partisë Demokratike ju rikthye akuzës me të cilën e quan SPAK seksion të Partisë Socialiste, teksa tha se për Ramën nuk ekzistojnë as ligj dhe as kushtetut. Mbetet si shpresë vetme kryengritja e fuqishme paqësore popullore. Komisioni i ligjeve miratoi pas debateve 2 aktet normative për ndryshimin e buxhetit, të cilat u konsideruan si antikushtetuese nga opozita. Me njërin prej akteve, qeveria indeksoi pensionet dhe plotësoi detyrimet e shpenzimeve për mbrojtjen pikërisht para samitit të NATO-s që u mbajt në Ankara. Me aktin tjetër u dhan mbi 4 milion euro për koncertin e Kanye West. Sipas demokratëve, asnjë prej këtyre rrethanave nuk përligj kushtet e urgjencës. Demokratët e quajtën antikushtetues ndryshimin 2 herë të buxhetit me akte normative, ku argumentuan se nuk përligjet koncepti nevojës dhe urgjencës. Nga pikpamja ligjore është tërësisht e gabuar, është tërësisht antikushtetuese, është objekt vepër penale. Këto nevoja duhet të implementohen shpejt dhe për këtë arsye nuk mundet që të hymë në një procedurë normale të miratimit të një ligji i cili mund zgjasë mbi 2 muaj. Edhe ju kur keni qenë pushtet me akt normativ i keni sjell këto gjëra. Nëse ka ndodhur atëherë ka qenë antikushtetuese. Gjithmonë. Akti parë normativ afroi indeksimin e pensioneve ndërsa shtoi fondet për mbrojtjen në prag të samitit të fundit të NATO-s, çka sipas qeverisë përligj urgjencën. Çfarë ju erdhi urgjente në qeverisje? Samiti i NATO-s, më urgjente mund të jetë që mund na heqin samitin e NATO-s, se samiti i NATO-s ka qenë i parashikuar. Këto ndryshime në shpenzimet e mbrojtjes duhet të ndodhin përpara konferencës së NATO-s në Stamboll që u mbajt me datën 7 korrik. Që duhet ta kesh 3% kontributin në NATO, ti e ke qenë statut. Ku e morën vesh për dhëna përpara morën vesh që ka Zoti Strazimiri. Shikoj që ministri i mbrojtjes ka bler perde të errta. Patjetër që është urgjente. Emergjente, më shumë emergjente. Me sistem patriot perdet. E njëjta qasje dhe për aktin tjetër normativ me të cilin qeveria dha mbi 4 milion euro nga fondi rezervë për koncertin e Kanye West. Se këta e duan Shqipërinë koncert në vitin 36, e ke pa atë filmin? Unë jam të Luan Zhegu akoma.
Për ministrin Gonxha, paparashikueshmëria dhe emergjenca u krijuan për shkak të protestës, por opozita kishte tjetër lexim. Koncerti u kthye në një mulli ere ndaj të cilit u lëshua çdo Don Kishote, çdo protestues i asaj pjesës që anatemonte dhe po luftonte objektivin e gabuar. Në këtë rast Kanye West dhe koncertin, dhe nëse do kishte një nipt ajo pjesë e protestës, kjo faturë i takonte atyre në fakt. Kemi sjell një akt për të ligjëruar një vjedhje. Unë do përpiqem që kjo çështje të shkojë drejt gjykatës kushtetuese. Me votat pro të shumicës socialiste, të dy aktet u miratuan. Pas koncertit të Kanye West, debati për financimin e tij mbetet i hapur. Opozita kërkon llogari për 4.3 milionë euro të dhëna nga qeveria. Ministri Gonxha mbrojti investimin si dobi për turizmin, por njoftoi se koncerti Jennifer Lopez në Tiranë është anuluar pasi kërkoi 2 milionë euro garanci për shkak të protestave. Ihona e koncertit të reperit amerikan Kanye West vion të dominoj debatin politik edhe 10 ditë pas zhvillimit të tij në Tiranë. Në diskutimet për miratimin e aktit normativ në komisionet parlamentare, opozita kërkoi transparencë për 4.3 milionë euro të akorduara nga qeveria, ndërsa ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha e argumentoi si një investim të domosdoshëm për mbrojtjen e imazhit të vendit dhe promovimin e turizmit. Sinqerisht, mua më dhimbsen ata njerëz që kanë firmosur këto akte, sepse do t'i vi dita që do të përgjigjen para spakut, sepse ky vend nuk funksionon. Nga pikpamja ligjore keni fjalën? Apo nga pikpamja Nga pikpamja ligjore. Nga pikpamja ekonomike. Nga pikpamja ligjore. Janë një investim i cili është sot në arkat publike më shumë se çka dal në arkat publike. Ministri Gonxha akuzoi se suksesi i koncertit u vu në pikpyetje nga opozita dhe protestuesit, ndaj qeveria u detyrua të jepte 4.3 milionë euro. Nëse koncerti do të kishte atë sukses që thoni ju, po nuk e la të zhvillojë normalisht. Po se lam ne, ha? Po natyrisht. Nuk e lam ne. Natyrisht. E kthyet në një luftë. E kthyet në një luftë, po normal. Po këtë thuaj pra qytetarët. Po natyrisht janë përmendur gjithë arsyet. Po këtë thuaj. Kam një orë që po them konteksti, realiteti, aktualiteti, bullizmi ndaj atyre. Gjermanët që brithin në qytet dhe nuk thonin dot që jemi për koncert. Një tjetër artiste amerikane, Jennifer Lopez, do të zhvillonte koncert në Shqipëri, por duket se projekti ka mbetur në letër që përflitej se do të zhvillohej në muajin shtator në Tiranë. Do të jepni dhe asa 4 milionë euro? Jo, për Jennifer Lopez, jo, e kemi refuzuar për momentin se kërkonte 2 milionë euro garanci nëse do ketë protesta. Dhe e kemi refuzuar se nuk e hapim dot garanci. Mirë. Kjo është kosto e destabilizimit të vendit. Ndërkohë, ministri Blendi Gonxha hodhi akuzat forta për manipulim tregu dhe falsifikim kompjuterik ndaj atyre që po vlerësojnë negativisht bizneset. Për të mbështetur këto argumente, ai solli shifrat e qershorit ku hyrjet e turistëve u ngadalsuan lehtë. Shqipëria po përgatitet për fazën e re të NATO-s me më shumë investime në mbrojtje dhe modernizimin e forcave të armatosura. Kështu u shpreh ministri i mbrojtjes Ermal Nufi gjatë një konferencë për shtyp ku foli edhe për zhvillimin e samitit të ardhshëm të NATO-s në Tiranë. Ndryshe NATO 3.0 përfaqëson një aleancë. Zhvillimi i samitit të ardhshëm të NATO-s në Tiranë për ministrin e mbrojtjes Ermal Nufi është konfirmimi i vlerësimit dhe rëndësisë strategjike të Shqipërisë në gjirin e aleancës. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s zoti Mark Rutte konfirmoi samiti i ardhshëm i aleancës në bëhet pikërisht në Tiranë, dhe kjo është një moment i cili është vërtet me një rëndësi strategjike për vendin tonë. Koha dhe dallat ku do mbahet samiti i radhës do të përcaktohet nga vetë aleanca dhe organizimi i këtij samiti në vendin tonë është dëshmia më e madhe e besimit për Shqipërinë për eventet promosave të tilla ndërkombëtare, si dhe rolin e saj si faktor stabiliteti në rajonet dhe më gjerë. Gjatë konferencës për shtyp, Nufi shpjegoi se NATO po futet në një fazë të re që kërkon më shumë investime dhe modernizim të forcave të armatosura. Shqipëria dhe NATO po hynë në një fazë të re, atë që në aleancë quhet NATO 3.0. E përkthyer ndryshe NATO 3.0 përfaqëson një aleancë më të përgatitur, më të aftë dhe një NATO që kërkon më shumë kapacitete dhe më shumë përgjegjësi nga çdo aleat. Shqipëria ka arritur sot në nivelin 2.6% të GDP-s të alokuara në buxhetin e Ministrisë së Mbrojtjes, pa përfshirë investimet e tjera që lidhen me sigurinë kibernetike, infrastrukturat kritike dhe mobilitetin ushtarak. I pyetur mbi deklaratat e një prej ministreve në Serbi që fliste për spastrim etnik të shqiptarëve të Kosovës, kreu i dikasterit të mbrojtjes u tregua i prerë. Besoj që deklaratat skandaloze, papranueshme, është ndërë në gjithë atyre që kanë kurriz ta denoncojnë e të distancohen për saj. Kjo është qëndrimi jon i prerë. Çdo lloj përkraje apo çdo lloj heshtje për bën deklaratë të tilla është pa aq vrastare.
Lidhur me situatën e zjarreve, ministri theksoi se monitorimi me dronët Bayraktar ka rezultuar efektiv për evidentimin e hershëm të vatrave të zjarrit dhe për koordinimin e operacioneve në terren. Në Bullgari, në Bosnjë Hercegovinë. Autoritetet në Kosovë kanë ndërhyrë për të liruar hapësirat publike nga ndërtimet pa leje. Në mesin e objekteve të prishura janë dhe 2 vila të dyshuara se janë ndërtuar nga kreu i Këshillit Komunal të Mitrovicës së Veriut dhe vëllai i tij. Autoritetet në Kosovë kanë nisur me çlirimin e territorit në veri nga ndërtimet pa leje. Sot është bërë shembja disa objekteve në pronën e ndërmarrjes publike hidroekonomike i Bërlepenc, pranë liçenit të Ujmanit, ndërsa në mesin e tyre janë dhe 2 vila që sipas burimeve të Kosova Press i përkasin kryesuesit të Kuvendit Komunal të Mitrovicës së Veriut, Ivan Saporozhac dhe vëllait të tij. Aksioni nisi me kërkesë të i Bërlepencit për lirimin e pronave të uzurpuara në parcela që janë në pronësi të kësaj ndërmarrjeje publike. Kryeshefi ekzekutiv Faruk Mujka ka konfirmuar për Kosova Press se aksioni po zhvillohet nga Inspektoriati i Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës. Ai bëri të ditur se me 3 korrik, 11 personave që kishin ndërtuar objekte në pronën e i Bërlepencit, u ishte kërkuar që t'i largonin sendet nga këto objekte dhe t'i lironin ato mos së largu deri më 17 korrik. Edhe zëvendës drejtori i policisë për rajonin e Veriut Veton Elshani konfirmoi për Kosova Press se policia e Kosovës është duke asistuar në mbarvajtjen e aksionit. Policia italiane u përlësh me demonstruesit në qytetin verior të Bolonjës. Këto protestat raportuara gjërësisht nga mediat italiane ndodhen si rezultati vdekjes së një personi gjatë momentit të arrestimit nga ana e autoriteteve policore. Prokurorët kanë hapur një hetim për incidentin, ndërsa ministri i Brendshëm tha se kishte besim të plot se hetimi do të përcaktonte fatet dhe do të sqaronte se çfarë kishte ndodhur. Policia italiane u përlesh me demonstruesit në qytetin verior të Bolonjës. Këto protesta të raportuara gjërësisht nga mediat italiane ndodhun si rezultat i vdekjes së një personi gjatë momentit të arrestimit nga ana e autoriteteve policore. Abderrahim Fakir, një sipërmarrës i lidur në Marok, i cili drejtonte një biznes të vogël transporti dhe pastrimi, vdiq të dielën pasi policia u njoftua për të arrestuar një person që sillej agresivisht dhe dëmtoi një automjet, cituan mediat italiane. Pamjet e incidentit, të filmuara nga i banor dhe të shpërndara gjërësisht internet, nxitën qindra njerëz të protestonin. Demonstruesit marshuan për Bolonjë dhe më vonë u mblodhën në qendrën e qytetit, ku mbesa e tij, Josra Fakir, u drejtua turmës. Duke mbajtur lotot, Josra tha se pjesëmarrja në demonstrat ishte një detyrë dhe një mënyrë për të qëndruar pranë familjes së saj dhe për të folur për dikë që nuk mund të fliste më. Unë jam besa e tij më e madhe dhe për mua të qenit këtu është një detyrë. Është mënyra ime për të qëndruar pranë familjes sime dhe për t'i dhënë zot dikujt që nuk mund të flasë më. Ne do të vazhdojmë të kërkojmë të vërtetën për të dhe për familjen tonë, në mënyrë që askush tjetër të mos kaloj kurrë atë që kaloi ai. Ju falenderoj të gjithëve nga thellësia e zemrës sime. Faleminderit. Jemi këtu për të kërkuar të vërtetën dhe drejtësinë. Video shfaq viktimën, të shtrirë me fytyrë për tokë, ndërsa 2 oficerë mbanin të lidhur. Ai dëgjoi duke kërkuar vazhdimisht ndihmë dhe duke përpjekur të merrte frymë përpara se lëvizjet e tij të ndaleshin gradualisht. Incidenti shkaktoi reagime nga gjithë spektri politik italian, me politikanë të opozitës që kërkonin llogaridhënie dhe koalicionin qeverisës që mbronte oficerët e përfshirë. Prokurorët kanë hapur një hetim për incidentin. Ministri i Brendshëm, Matteo Piantedosi, tha se kishte besim të plotë se hetimi do të përcaktonte faktet dhe do të sqaronte se çfarë kishte ndodhur. Policia e Bolonjës tha se do të jepte hetuesve pamjet e kamerave të trupit nga oficerët që ndrhynë. Policia spërkati me ujë drejt protestuesve dhe ulli gaz lotësjellës, ndërsa ata lëvizin për të shpënar turmën. Inteligjenca izraelite vlerëson se Irani kanë transferuar mijëra centrifuga të pasurimit të uraniumit në tunele të thella brenda malit Pikaks. Sipas raportit, Izraeli ndau gjetjet e inteligjencës me Shtetet e Bashkuara duke treguar se centrifugat u zhvendosën në vendin Pikaks pas luftës 12 ditore në qershor 2025, gjatë së cilës Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara goditën 3 objektet kryesore bërtamore të Iranit. Inteligjenca izraelite vlerëson se Irani ka transferuar mijëra centrifuga të pasurimit të uraniumit në tunelet të thella brenda malit Piksakse,
Kështu raporton media amerikane Wall Street Journal duke cituar zyrtar izraelit dhe amerikan. Sipas raportit, Izraeli ndau gjetjet e inteligjencës me Shtetet e Bashkuara duke treguar se centrifugat u zhvendosën në vendin Piksakse pas luftës 12 ditore në qershor 2025, gjatë së cilës Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara goditën 3 objektet kryesore bërthamore të Iranit. Një zyrtar ushtarak izraelit i njohur me çështjen i tha The Journal se sulmet ajrore të kryera gjatë luftës së fundit nuk u përqendruan mjaftueshëm në aktivitetet që lidhen me zhvillimin e armëve bërthamore. Siç citohet nga Journal, zyrtari tha se kishte më shumë punë për t'u bërë, përfshirë edhe në malin Piksakse. Raporti tha gjithashtu se ndërsa qëllimet e luftës së Izraelit kanë ndryshuar gjithnjë më shumë nga ato të Shteteve të Bashkuara, kryeministri Benjamin Netanyahu është përpjekur të bindë presidentin Donald Trump të rifillojë një fushatë gjerë ushtarake kundër Iranit në mënyrë që të vënojë më tej programet e armëve dhe përpjekjet e rindërtimit të Teheranit. Shtetet e Bashkuara i kanë intensifikuar sulmet e tyre gjatë 10 ditëve të fundit dhe Trump ka thënë se Washingtoni është i përgatitur të godas malin Piksakse, i cili ndodhet rreth 1.5 kilometra në jug të centralit bërthamor të Natanzit. Mendoj se mund ta kenë. Ne nuk e kemi të regjistruar. E tëra çfarë bëjmë është të lexojmë lajmet e rreme. E dini, ne shohim, lajmet janë kaq të gabuara kaq shumë herë. Pra, ndoshta këtë e kanë të drejtë, por është në rregull. Nuk do të thotë asgjë nëse nuk e kanë materialin. Po flisi për centrifugat. Nuk do të thotë asgjë nëse nuk e kanë materialin që nuk e kanë. Ne ndjekim materialin, aty është veprimi, dhe ne do të godasim atë zonë shumë shpejt. Nuk është asnjë gjë që ata mund të bëjnë për këtë. Normalisht nuk do të thoja se nëse do ta mendoja se ata mund të bënin diçka për këtë, nuk do të ta thoja kurrë këtë. Por ne do të godasim atë zonë shumë shpejt dhe shumë rënd. Sipas Institutit për Shkencë dhe Siguri Ndërkombëtare, aktiviteti ndërtimor në vend ka vazhduar vazhdimisht gjatë 15 muajve të fundit, duke përfshirë trafikun e kamionëve, përforcimet në tunele dhe krijimin e një perimetri sigurie. Zyrtarët amerikan dhe izraelit kanë kohë që shqetësohen se Irani mund të përdorë tunelet nëntoksore për të ruajtur ose prodhuar pajisje bërthamore ose për të krijuar një strukturë të vogël pasurimi për prodhimin e materialit të zbërthyeshëm. Megjithatë, prania e centrifugave në Piksakse nuk do të thotë domosdoshmërisht se Irani po ndërton një uzinë pasurimi atje. Pas sulmeve të qershorit 2025, Teherani mund t'i ketë zhvendosur centrifugat që kanë mbijetuar në vend për të zvogëluar rrezikun e shkatrimit të tyre. Do të ndjekim në këtë momente një deklaratë për mediat të deputetes Albana Vokshi, që do të përqendrohet kryesisht tek akuzat për transferimin e parave me charter jashtë vendit. Me gazetarin Qari, ka thënë Edi Rama, jemi në dieni, po monitorojmë lëvizjet e parave dhe aseteve nga familjarët e Edi Ramës. Dhe më teja i vijon, Edi Rama e kupton këtë mesazh shumë mirë. Është mesazh i qartë për të dhe familjarët e tij. Nuk kemi dëgjuar ndonjëherë më parë akuza kaq të rënda të bëra publikisht nga një zyrtar i lartë europian. Mesazhi pra është i qartë për gjithë qytetarët shqiptarë. 93% të cilëve, më i larti nivel në rajon, e duan integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Qartazi, eurodeputeti, ka thënë që është Edi Rama pengesa, që Shqipëria nuk hyn në Bashkimin Evropian. Megjithatë, ende sot, ende tani që ne flasim, kryeministri Rama vazhdon të heshtë, si asnjëherë tjetër. Asnjë sqarim publik, pavarësisht se e kemi kërkuar qoftë nga Komisioni për Çështjet të Jashtme dhe integrimin në mbledhjen e djeshme, nga selia e Partisë Demokratike. Ndaj sot jam këtu për të kërkuar në emër të Partisë Demokratike 1. Sqarim publik nga kryeministri Edi Rama për deklaratat e bëra nga eurodeputeti Çek. 2. Nisjen e hetimit të SPAK në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar. Bashkëpunim të plotë të institucioneve shqiptare me autoritetet europiane dhe dua të njoftoj rikthimin e kërkesës për komision hetimor parlamentar mbi udhëtimet me charter të kryeministrit Rama. Shqiptarët kanë të drejtën e të vërtetës. Nëse akuzat janë të pavërteta, le të provohet, por me transparencë. Por nëse akuzat rezultojnë të vërteta, askush nuk mund të jetë mbi ligjin. Faleminderit.
Shkojmë tani me sport. Sot në mbrëmje Egnatia pret në shtëpi kampionët e Slovenisë, Çeljen në duelin e vlepshëm për turin e dytë të Champions League. Me ëndrrën për të hedhur një hap drejt kualifikimit, Teroguzhinasit mbizotron një atmosferë pozitive së cilës i shtohet edhe rikthimi në fushë i kapitenit Albano Aleksi. Egnatia do të synoj sot historinë. Ekipin e Vildedes pas kalimit të turit parë kualifikues në Champions League do të presin në shtëpinë e tyre kampionët e Slovenisë, Celje. Fitoria 6-1 ndaj moldavëve të Petrokub i dha rezultatin më të thellë të arritur nga ekipet shqiptare në përballjet ndërkombëtare, por Rogozhinasit synojnë më tej. Miqt vinë me një stil loje të organizuar dhe cilësi të lartë teknike. Megjithatë, Egnatia ka treguar vitet e fundit se nuk i trembet emrave, duke rivalizuar dhe ekipet me eksperiencë në arenën ndërkombëtare. Lajmi i mirë për teknikun Dede është rikthimi në fushë i kapitenit Albano Aleksi dhe pjesa tjetër e skuadrës gëzon formë të mirë fizike. Mbështetja e tifozëve dhe atmosfera në stadium pritet të jetë një armë shtesë për kampionët shqiptar. Për Egnatia objektivi është i qartë të marrë një rezultat pozitiv në ndeshjen e parë për të udhëtuar me besim drejt sfidës së kthimit në Sloveni. Një tjetër kualifikim do të ishte një sukses historik për klubin, por edhe një hap i rëndësishëm për futbollin shqiptar në arenën europiane. Takimi i parë luhet këtë mbrëmje në orën 21 në arenën Egnatia, ndërsa gjithçka do të vendoset në Sloveni, me fituesin që do të sigurojë një vend në turin e tretë kualifikues të UEFA Champions League. Luka Modric nuk di të ndalet, edhe pse në moshën 41 vjeçare, legjenda kroate do të vijojë të jetë pjesë e Milanit. Sipas ekspertit të Mercatos, Fabrizio Romano, dy palët kanë arritur marrëveshjen edhe për një sezon. Luka Modric nuk ka ndërmend të dorëzohet, edhe pse ka mbushur 41 vjeç. Kroati do të vazhdojë aventurën me Milanin. Lajmin e ka dhënë eksperti i Mercatos së futbollit, Fabrizio Romano, që me anë të një postimi në rrjetet e tij sociale, bëri të ditur se dy palët kanë qetur gjuhën e përbashkët për një kontratë re 1 vjeçare. Fituesi i topit të artë në vitin 2018 mbetet një nga liderat e skuadrës kuqezi, ndërsa trajneri Ruben Amorim e konsideron një pikë kyçe të projektit për sezonin e ri. Luka Modric u bashkua me Milanin në korrik të vitit 2025. Si transferim i lirë nga Real Madridi, duke nënshkruar një kontratë 1 vjeçare me opsion për 1 vit shtesë. Sezonin e kaluar ai luajti 37 ndeshje me fanellën kuqezi, duke shënuar 2 gola dhe dhuruar 3 asist. Pavarësisht moshës, Modric nuk ndalet. Me rinovimin tashmë të mbyllur, tifozët e Milanit do të shijojnë edhe për një sezon magjinë e një prej mesfushorëve më të mirë të historisë së futbollit. Ishte gjithë çka e përgatitur për këtë hapësirë informative, ne bashkë takohemi në orën 11 në 2 sot. Shihemi pas pak.